Anijet e flotiljes Sumut tashmë janë ndaluar nga marina izraelite pasi që ishin afruar Gazës. Nga 42 anije, 20 prej tyre janë ndaluar në ujra ndërkombëtare, ndërsa 22 të tjera janë duke u munduar të vazhdojnë rrugën në kushte shumë të vështira. Disa nga pasagerët të cilët janë kapur janë dërguar në portin izraelit, kurse pjesa tjetër janë duke u përpjekur që të arrijnë në bregun e Gazës, megjithse janë në një zonë ku Izraeli e quan zonë me rrezik të lartë. Organizatorët thonë se komunikimi tashmë është ndërprer plotësisht. Italia, Turqia dhe Spanja kanë dërguar anijet e tyre luftarake për të ndihmuar ose mbrojtur flotën, megjithse nuk kanë hyrë në konflikt direkt me Izraelin. Veprimi i Izraelit ka nxitur kritika ndërkombëtare, disa vende e kanë cilësuar si shkelje të drejtave të njerëzit. Qeveritë e vendeve që kanë qytetarë në flotë kanë intervenuar në mënyrë diplomatike duke u kujdesur për sigurinë e qytetarëve të tyre. Ndërkaq mbrëm shumë qytete të botës u ndezën nga njerëzit e zemëruar pas ndalimit të flotiljes Sumut. Në përsheshet e Evropës, Azisë, Amerikës Latine dhe botës arabe, turma të mëdha u mblodhen duke thirrur me slogane për liri dhe drejtësi për Gazën. Në Romë dhe Barcelonë protestuesit bllokuan rrugët kryesore. Në Athinë turmat marshuan drejt parlamentit me banderola "Lironi flotën, lironi Gazën". Në Buenos Aires dhe Bogota qindra njerëz ndezën qirin përpara ambasadave. Edhe Tunizia, Turqia, Pakistani dhe Malajzia nuk mbetën pas. Qytetarë aktivistë të shumë dolën rrugëve duke dënuar atë që e quajtën një shkelje flagrante të drejtës ndërkombëtare. Në Bruksel protestuesit shpalosën një flamur gjigant palestinez mbi ndërtesat e Bashkimit Evropian duke i kujtuar botës se Gaza nuk është e harruar. Këto protesta ndonë të shpërndara në kontinente të ndryshme kishin një mesazh të vetëm: njerëzit nuk do të rinë në heshtje ndërsa ndihma humanitare pengohet me forcë.